Tani do të flasim për një aksident trafiku të ndodhur në udhkryqjen në afërsi të pompës së benzinës Bunar Petrol te Mulliri i Vjetër i qytetit. Një automjet ka përplasur një ciklist të moshës 60 vjeçare. Përpasoj, 60 vjeçari ka pësuar lëndime trupore. Detajet i sjell kronika në vazhdim. Mbrëm rreth orës 18:50 në udhkryqin ku takohen rrugët Ilinden dhe Sedek Kostovski në Gostivar ka ndodhur një aksident trafiku në mes të një veture të panjohur dhe një biçiklisti të moshës 60 vjeçare. Në këtë fatkeqësi i moshuari merr lëndime trupore dhe me automjetin e ndihmës së shpejtë dërgohet në spitalin e Gostivarit. Vetëm pak kohë më vonë në stacionin policor në Gostivar, njësia për sigurinë në komunikacion është thirrur në bisedë një femër e moshës 23 vjeçare nga fshati i Çajl, për të cilën ekzistojnë dyshime se e ka drejtuar automjetin dhe pas aksidentit ka ikur nga vendi i ngjarjes. Organet kompetente kanë bërë ekspertizë në vendin e aksidentit, ku janë marrë disa gjurmë për hulumtime të mëtejme, ndërkohë që janë ndërmarrë të gjitha masat për zbardhje të arsyeve që kanë sjellur në këtë lloj ndeshje. Ky lloj aksidenti është i pari nga fillimi i këtij viti, por gjatë vitit që e lan pas ka ndodhur me dhjetra raste të këtilla ku viktima kanë qenë biçiklistët apo këmbësorët. Nga sektori punëve të brendshme thonë se shkaqet e aksidenteve të këtilla vinë në shprehje si pasojë mospërshtatjes së automjetit me kushtet e rrugës, por edhe nga mos respektimi i shenjave në komunikacion. Nga ky nivel u bëjnë thirrje edhe këmbësorëve dhe biçiklistëve që do bëjnë lëvizjet dhe kalimet e tyre nëpër vendet e sinjalizuara për ta, me qëllim që të mos rrezikojnë jetët e tyre. Për çështjen në fjalë, gjatë vitit që e lan pas, janë realizuar disa aksione nga ana e njësisë për sigurinë në komunikacion, me çrast janë konstatuar disa papërgjegjësi nga ana e këmbësorëve dhe biçiklistëve që kanë të bëjnë me lëvizjen e tyre në komunikacionin rrugor. Të njëjtit ose janë gjobuar ose janë thirrur në ligjërata informative që kanë të bëjnë me sjelljen në komunikacion nga të gjitha palët.